në të gjithë këtë periudhë, nga data 26 maj deri sot, Gjermram, janë bërë të gjitha përpjekjet që në frymën dhe germin e kushtetutës të arrihet në mirëkuptim dhe zbatim të saj. Pikërisht në respekt të këtij procesi, u vendos që të përzgjidhen kandidatura të cilat opozita mund t'i besonte, t'i votonte. E vërteta është që me gjithë përpjekjet tona të jashtëzakonshme, ishte e pamundur që të bindje zoti Rama të pranonte në një kandidaturë. Kriteret e tij kuptova se ishin shumë speciale. Kriteri I parë duhet ishte njëri që se ka kritikuar kur zoti Rama. Ose duhet ishte njëri që ka të ndaluar me ligj kritikën. Ose duhet ishte njëri që si ka shturmuar kur dorën Sali Berishës. Nuk them, por se këta zotëri ka një problem. Harrojnë se gjysmë e atyre kanë qenë bashkëpunëtorë të mitë. Vetë ata. Vetë ata. Po kjo është jeta. Po kjo është politika. Jo Borit, thoshte për këtë. Po dhe ti ke qenë jo Borit, po të marrim kështu am të apo jo. Çfarë do thuash me këto? Së dyti, ai vuan nga misoginia. Në Greqi threlasht është urrejtje e grave ndaj gruas me sila. Vjen nga greqishtja. Është po të vi puna tek persona, më parë kalon detin me këmbë, se sa nxjerr një person konsensual me te. Tani, imagjinoni ju, mas gjithë tyre debate, mram më thoshte të kthehemi tek metoda, tek modalitetet. Çfarë modalitetet? Ndërkohë kur më kishte thënë përpara që bjerë që 2-3 emra, se nuk e bërë mirë me këtë Zaganjorin, se po të na kishe pyet përpara ti, ne s'kishim pas ndonjë vrejtje, dhe këtu tek zoti Zaganjori në nxirrte metode. Nuk e bëre si duhet metodën, thoshte se, ja thoshte, pse thoshte nuk e prurë, thoshte përpara ti. Dhe pastaj thoshte, ne e kuptojmë, 3-4 emra bjeri këtu dhe ti do përzgjedhë një. Dhe unë me të vërtet mirë, absolute ne, shkum si të kërkoja imi. Ju s'dhe me sinceritet. Mirë, zotëri. Ja ku janë? Jo, thoshte, sot do diskutojmë modalitetet, mire kam. Por për ne, më kishte quat 10 herë fjalë. Sill 3-4 emra, jo një emër. Pra, është shumë I pasinqert. Do të them që ka
mungesë të jashtëzakonshme sinqeriteti kur vjen problemi për të diskutuar për persona. Erdhi problemi tek kandidatura e zotit Artan Hoxha. Jo tha se ky sa ka bërë tha avokatin e qeverisë. Po tash i thash, atë tjetrin e kundërshtove se ka vendime gjykate në favor të qeverisë dhe në favor tënde. Ky zotëria ka bashkëpunuar me ty në bashki, ka bashkëpunuar me qeverinë socialiste për reformat me institutin e tij. Ka bashkëpunuar me ne intensivisht për reformat. Jo, se nuk i plotësonte kriteret e tij. Pra, përpjekjet u bën të jashtëzakonshme, por kuptova që po të mos ishte njëri që se kishte përmendur ndonjëherë emrin e tij, nuk mund të zgjidhej. Po tani që ty unë të bëj arkivin se kush e ka kritikuar njëra se kush se ka përmend, kjo është një gjë e pamundur. E pamundur. Jo, le të jetë i djathtë, le të jetë kështu se po çfarë pastaj? Pastaj dilte që s'do të kishte përmendë zotin Rama ndonjëherë. Kjo, domethënë, e gjithë 3 orë, nuk është i sinqert, se njeriu i sinqert thot, nuk jam dakord që të marrë pjesë në këtë proces me vota, sepse nuk më intereson se për 1, 2, 3 arsye, po këtej thot sill 3-4 kandidatura dhe kur i shkon me 3-4 kandidatura, dhe të them ca tjera, po hyri dhe zoti Nano ndoj dhe e bukosi pastaj prapë për nxjerr kandidaturat, se nxirrte kandidatura edhe për shkak të, edhe për fat keq edhe ndonjë ala aty u ngathrua dhe thoshte tjetë dhe zoti Nano, thoshte kandidat çka unë kisha absolutisht bërë shumë të qartë qëndrimin tonë ndaj zotit Nano, por kisha theksuar që gara politike më e shkëlqyer do të ishte ne përfaqësuesën tonë më in spico, ata përfaqësuesët e tyre më in spico, kush citonte të shtrëngonte dorën. Po këtë se pranonte kur. Pra, 3 orë përpjekje për të arritur në një marrëveshje e pamundur. Nuk deshin. Për kandidatën e parë tha se, domethënë, ishte kandidati, po se i është afruar dhe kandidat tjetër. Përveç Zaganjorit është afruar dhe një kandidat tjetër, që ishte universalisht i pranueshëm si konsensual. Absolutisht. E refuzonte në mënyrë kategorike. Unë të them ju që koalicioni vendosi që sot të votojmë në unanimitet të plot zotin Artan Hoxha, i cili si drejtues i një instituti të studime bashkohore ka kontributet ndër më madhoret në reformat e realizuara kryesisht në fushën ekonomike, por dhe në fusha tjera në këtë vend gjatë 12 viteve të fundit. Ky ka qenë
instituti më kryesor në hartimin e legjislacionit bazë të reformave në bashkëpunim me institucionet më prestigjioze ndërkombëtare, Bankën Botërore dhe institucionet europiane. Zoti Artan Hoxha ka qenë ministër në kabinetin e Aleksandr Meksit, më vonë ka kaluar i pavarur, ka vazhduar punën në këtë institut të cilin tani e drejton me kompetencë dhe përgjegjësi të madhe. Ai ka qenë një partner shumë i rëndësishëm në fushën e reformave me qeverinë socialiste, por dhe qeverinë që unë kryesoj. Por problemi është se kryetari i Partisë Socialiste kur ndan kohën e gjan veten jashtë kohë. Se thot o kohë Berish, o kohë Nanos, o kohë këtij dhe ikën vetë. Po absolutisht po, sepse ka bashkëpunuar me socialistë në kohën e Nanos, kjo është e pavlerë. Pse që nga e pavlerë? Urdhë. Pra, jo e ka e gjatë vetë jashtë kohë, se kështu që është një nga opinionistët më të vlerësuar, më të kotur nga opinioni publik shqiptar dhe me mendim më të qëndrueshëm, më bindës në argumentat e tij, tani natyrisht nuk do mund të merret më me opinione, por unë jam i bindur se kandidatura e zotit Artan Hoxha nderon plotësisht shumicën që e voton dhe jam i bindur se ai do të jetë një shërbëtor i dej i qytetarëve të vendit të tij. Ka një formim poliedrik në shkollimin e tij. Ka qenë ndër më të paktit me 2 fakultete në atë kohë, edi apo jo? Se edi e ke pas në klasa paralel, gjeologji dhe matematik, njëkohësisht, sepse ishte i talentuar dhe në matematik, por pastaj duhet ketë, do të thënë, ka gjitha ato studime dhe shkollim të shkëlqyer, formimin politik dhe të gjitha aftësitë për ta përballuar, për ta përmbushur me dinjitet detyrën më të lartë të shtetit, siç është detyra e presidentit. Sot ne do votojmë për zotin Artan Hoxha, mbyllim procesin më të rëndësishëm të vendit midis 2 zgjedhjeve të përgjithshme, mbyllim atë në përputhje me plot me frymën dhe germen e kushtetues për raundin e 4 dhe të 5,
e mbyllim atë në përputhje të plot me marrëveshjen e datës 2 shtator të vitit 2009, që përcakton se Partia Demokratike dhe LSI-ja zgjedhin presidentin me konsensus, dhe këtë konsensus Partia Demokratike dhe LSI-ja e kanë shtri dhe me 2 aleat të tjerë, Partinë për Drejtësi dhe Integrim dhe Partinë Republikane. Pra, ka një dakordsi të plot midis të gjitha aleatëve për këtë kandidaturë.